Vazhdojmë, çfarë të themi tjetër. Pendimi ngelet për disa mëkatarë shkelës të ligjit që të pastrojnë zemrat e tyre dhe mendjet e tyre të dyfishta, dualitetin që shikon sot, sepse ka një ligj dhenës, ligji i Atit do gjykoj botën, ta bëjmë anë të birit të tij. Dhe të mos vazhdojmë të flasim çoroditur kundra ligjit, nuk je zbatues i ligjit. Dispensimi demonik që është kundra lajmit të mirë të mbretërisë. Dispensimi do thot ndarje. Thotë katolikë protestantë thonë ne jemi kisha dhe tani mira juden që besuan dhe ecën me zenda ligjet, ata nuk janë më kisha. Ata do merret në një ditë, ata janë këtu djegur, janë dera etj siç i bën sot, ndërkohë Romakëve 11 të flet volume Efezianë 2 për bestidhjen që na bashku vjati me premtimet në qytetarinë e Izraelit. Ndërkohë me të përmendur personave, me të përmendur personave për punën e ligjit apo të Izraelit, me njëherë shqetësohen frymërat brenda dhe masandaj fillojnë godasin. Nëse vazhdojmë. Ndërkohë, zgjaku i ke të tjera lartësime të njëjtit person. E këta e ke në Shqipëri, e ke në Pogradec, e ke në Tiranë, janë mbledhjet miqësitë pa frymën e Atit, që bëjnë miqësi, masandaj. Ndërkohë, e kemi vendosur një, dhe të shkojmë Isaia 30, çfarë tha? Do ta kemi diku këtu ja. Po, le ta shkojmë Jesaja, që është emri i vërtetë, 30, çfarë thot? Lavdi e për të atë. Nga 1 deri në 4 dhe 8 deri në 10. Dhe ti mund ta gjykosh pak vetë çfarë ndodh. Çfarë ndodh për karakterin e shëndoshë të asaj kohe dhe çfarë është identiteti sot. Okej, le ta shikojmë së bashku. Kemi Jesaja 30. Mirë bi rebel, thotë Yahweh. Thotë Yahweh. Që bëjnë aleanca që nuk vijnë nga unë. Bëjnë projekte, bëjnë projekte që nuk vinë nga unë, thotë. Që lidhin aleanca pa frymën time. Po ti shikosh të aleanca, masandaj ke në Tiranë dhe prapen tër Shqipërinë, me çdo lloj feje që bashkohen dhe aleancat, masandaj që dhe vetë personi, në këtë rast që shikon këtuja, është pjesë e këtyre aleancave në mënyrë indirekte. Masandaj që shikon protestantët, janë pjesë e damkës, bishës, figurës. E dimi që festat biblike, sabati, në këtë rast dhe festat e tjera janë shenjë për popullin e tia, që është në bestidhje. Dhe kanë frymën, në këtë rast, kanë frymën e Atit brenda tyre. Ndërkohë këtu flet për frymën dhe masandaj thot, në kundërshtim thot, këta njerëz grumbullojnë mëkate mbi mëkate. Tani, ti di që para Gjoni 3:4 thotë, ti edhe vllai po ta interpreton pak, dhe masandaj dhe intriti të marrin çik njohuri dhe urtësinë, që dhe ndoshta dhe ai mund ta shikojë vetë, për të ditur që mëkati është shkelja e ligjit, dhe tani kelet e ligjit nuk bëjnë të mundur ardhin e frymës së shenjtë. Në jetën tona, kudo që t'jesh, kudo që të mblidhesh, të bësh projekte, aleanca, nuk është prania e Atit atje, sepse ti po ta shikosh në ekran, mëkati është shkelja e ligjit e urdhrimeve të tija që Gjoni citovi, Levitikum 4:2. Dikush kryen mëkat, nga padituria, por gjithsesi e ka bërë, thot, është mëkati çfarë kundra çfarëdo urdhërimi. Ky është mëkati, thot. Mëkati është kundra çfarëdo urdhërimi të atij ligji, sepse Levitiku është pjesë e ligjit. 5 librat e parë është ligji dhe në këtë rast proverbe, fjalët e urta dhe psalmet përbëjnë ligjin. Lavdjati, që janë themelet tënde që ti do t'i kesh të mirë pajisur në jetën tënde, kështu nuk mëkaton kundra krijuesit. Tani, e dimi që mëkati është shkelja e ligjit dhe këtu vazhdon të ndodhen çfarë? Shkelje të ligjit mbi shkelje të ligjit, me pak fjalë Romakëve 2:23 që pamë, blasfemi mbi çdo blasfemi. Pa frymën time, thot Ati Yahweh. Dhe njerëzit bëjnë miqësira, aleanca, projekte, dalin, shkojnë, okay, hajde këtu, le të bëjmë atë, le të ikim. Ndërkohë, ku është ligji tia? Që të mos mëkatojmë në radhë të parë,
për të mos grumbulluar mëkate mbi mëkate në jetën tonë? Shkojnë poshtë në Egjipt, thot ati, në Egjipt, ke Babilonia, satanisme, shkojnë në Romë, shkojnë në Amerikë, konsultuar më parë, thot, me gojën time, thot. Ndërkohë goja e tij ishte profeti Jeshaja, që i njëjti profet thotë që, siç e pam pak më përpara, profeti Jeshaja foli për 1000 vjeçarin. A nuk tha për 1000 vjeçarin? Ndërkohë profeti Jeshaja foli, është i njëjti profet që foli goja atit Jahve nëpërmjet shërbëtorit të tij, që tha për punën e ligjit që duhet ta kesh, thot, që mos andaj të mos gjykohesh. Profeti ishte prap Sefenia 2:3, zemrat e përullura që zbatojnë ligjin, kështu do të mbrohen në ditën e zemërimit. Dhe këtu, a nuk ishte një ditë zemërimi? Po, nuk ka ardhur akoma kjo ditë e zemërimi. Ndërkohë, i njëjti profet tha, Jeshaja çfarë tha? 1000 vjeçarin që do mbahen viti i ri në këtë rast, dhe mos andaj ke 3 të tjerat janë muaj, ditë e parë të stinëve, dhe sabatet do mbahen. Në 1000 vjeçarin që dhe ri tokare nuk kanë ardhur akoma. I njëjti profet, Jeshaja. Okej. Dhe emrat sot shqetësojnë, po të thuash Jeshaja, ishin izraelitë. Pietri ka Kefa. Pietri doli nga katolikë ortodoksët. Peter, nga anglishtja, Peter. Peter nuk është një emër. Kështu kanë marrë. Ja. Nuk është emër izraelit. Ajo e kishte Simon, më thënë Simon e kishte më përpara. Ja, ta edhim në qësë në lejo. Okej. Simon, dhe tha, ti do quesh, Simon, Kefa. Tifa i thonë, Tefa. Ti do të thotë, sandaj, shkem, thotë. I qëndrushëm. Emri i tij e para e Kefës, jo e para e Pietrit. Ngeli tani, prandaj po mundohemi që, por realisht e ka emrin e tij, Tefa. Tu më citohet prap Simon, nëse. Tani, profeti Jeshaja tha që 1000 vjeçarin do mbahen sabatet e tija. Dhe do vi Mesia prap në profeti Jeshaja që foli në pezet e njëshi, të gjykoj botën me ligjin. Tani thotë, eja thotë, dhe shkruaja mbi një rast të vogël dhe shkruaja në një libër që të mbetet për ditët e ardhshme. Ati po thotë, profetit, shkruaja thotë që të mbetet për ditët e ardhshme, për gjithnjë për jetë. Për gjithnjë për jetë. Çfarë ka ndodhur thotë? Çfarë ndodhi këtu ja? Me këtë popull që populli i tij apo lidhte aleanca me të tjerët, pa frymën e tij dhe nuk po në radhë të parë nuk po dëgjonin atë, po vendosin besimin. Ndërkohë, normal që shkon në shkelit e ligjit kur nuk beson personin që ka shkruar atë ligj. Ati Jahve ka karakterin që ne i besojmë, ka thënë ligjin e përsosur të përjetshëm dhe po ta thotë edhe më poshtë. Për të mbetë thotë për gjenerata që do vinë, për breza që do vinë, për gjithnjë për jetë. Për gjithnjë për jetë, siç është ligji i tij, se ta thotë më vonë thotë, sepse ky popull thotë janë rebelë, 1. Janë bie gënjeshtarësh, 2. Bie që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Jahves. Tani më thuaj pak ti, një person që nuk do t'ja di për ligjin si Luteri, si të tjerët sot, çfarë biesh janë? Ti shikoj të nënvizuarat. Ja po i bën të kuqe. Çfarë është rebelimi ndaj ligjit të tij? Çfarë ndodh sot në kombin tonë? Ata që çfarë? Bie që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Jahves. Ja si ati kategorizon jetën tona, rebelë dhe gënjeshtarë. Sepse ligji ti është i vërtetë, normal, po e hoqe, nuk do t'ja dish.
je gënjeshtar. Prandaj tha, ata që më njohin, që thonë më njohin dhe nuk zbatojnë ligjin tim, tha, janë çfarë? Tha, janë gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhen në ta. E para Gjonit 4, Gjoni që shkrojti Johanan me ka emrin të vërtet, por shkrojti për kufizimin e dashurisë duke mbajtur ligjin e Atit në para Gjonit 5:3. Kjo është dashuria e Zotit Jahue, që ne të zbatojmë urdhrimet e ligjit që nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Ndërkohë ti shikon një lloj kategorizimi që bëhet për një grup popullsh që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit Jahue dhe si janë rebele dhe gënjeshtarë. Sa ke sot në Shqipëri që nuk duan të dëgjojnë ligjin, ti që po e dëgjon në kombin. Ndoshta nuk është dëgjuar më përpara se shkruaj ligji, të tha vllai, 5 librat e parë të Biblës, fjalë të urta dhe psalmet. Morali shëndoshë në jetën tënde për familjen tënde. Nuk fillovi Bibla në Mateu. Bibla fillon në zanafilla dhe është për ty, në praktikë. Por duhet të mësohet për disa gjëra që tani nuk ka një tempull, nuk mbajmë gjëra të tilla, po do ketë në 1 vjeçarin. Do vinë kombet të sillin ofertën e tyre, si do t'i bëhet në atë ditë. Por prandaj Mesia Jashua nuk predikohet sot në Shqipëri për zyrën që ai mori, por thjesht i thonë është Zoti dhe kaq. Zoti edhe bilese bën dhe Ati dhe i Biri dhe Fryma ishte njëjti person masandaj, me tërë manipulime që sillen. Ndërkohë që ai është kryeprifti i përsosur tani, që qëndron midis Atit dhe neve, atje në tempull në qiell, që tempulli masandaj do vendose në tokë. Isaia 2:3 po, nga ajo strukturë do dali ligji do mësohet kombeve, por Ezekieli ta thotë në 36 deri në fund, në 49 flet për atë 1 vjeçarin me përmasat e tempullit, që nuk është ndërtuar dhe nuk ka për të ndërtuar kurrë në kohën që jemi ne tani, por do ndërtohet kur jetë Mesia në tokë dhe mund të jetë që mund të zbresi nga qielli me qytetin e ri, Jeruzalemi i ri që do zbresi nga qielli i tretë. Zbulesa 21 thot. Por atë ja lëm kohës. Po do ketë një tempull. Zekaria 14 thotë që do vinë të sillin ofertat e tyre. Dhe Ezekieli 45-46 në detaje. Ndërkohë, sot si thashë, sa persona sot dëgjojnë me ligjin e Atit Jahue që përben dashurinë e vërtetë ndaj Atit, për të qenë së bashku, për të miqësuar me Atin. Por situata tënde të mban peng. Situata aty ku je të mban peng për të mos dëgjuar ligjin, për të mos e praktikuar ligjin, për të mos qenë në miqësinë atë parë. Vendi aty, qyteti, struktura e Satanit, të mban peng për ta shkelur ligjin. Ndërkohë ti mund të pendohesh dhe të jesh pjesë për shpëtimin tënd. Po sinqerisht, vlla, unë nuk të shkruaj më. Sepse ka një urtësi që ti duhet të dalësh dhe ti nuk do të përballesh me të vërtetën. Flas në këtë rast për dikë, për ne që jemi këtu që nuk është këtu prezent. Por nuk e di a do ta dëgjojë, sepse mësimet prapë nuk dëgjohen. Unë nuk të shkruaj më, unë do vi në Shqipëri. Dhe do shikojmë disa gjëra në qoftë se do jenë reale apo jo në jetën tënde, sepse ti po vazhdon të gënjesh veten tënde dhe masandaj gënjesh nga të tjerët me emocionet tënde në situatën ku je. Dhe sinqerisht unë jam i lodhur vëlla, duke të thënë të njëjta gjëra. Sepse një fëmijë i thua dhe Joelit kur i them, me njërë masandaj kupton dhe i the njerë, 2 herë mban mend. Ndërkohë, ka herë ka folur vllati, kemi 7-8 vjetë së bashku. I lejmë të tjerat. Një vit, që vitin e kaluar në Pashkën. Një vit të tërë. Që kam vazhduar të trokas për të thënë që liçeni i zjarrit është përpara teje. Nuk i di çfarë do ndodhi nesër. Ti gjende lot me përjetësinë masandaj dhe me situatat që të mbajnë peng dhe masandaj futesh brenda atje dhe çfarë ti bëj apo kështu është, sepse vendimarrja jote është ajo që është. Prandaj po
po merr ato që je atje. Nëse nuk flas me, e vendosa në jetën time, e vendosa. Sepse ti nuk do të dëgjosh çfarë thot ligji. Dhe ku nuk ke respekt dhe nder për Zotin Jahue, më vjen keq, vëlla, hiptar. Janë disa gjëra që na veçojnë. Ku na bashkojnë disa gjëra të mira, kanë të bëjnë me praktikën e urdhrimeve të ligjit dhe kemi bashkësi me njëri tjetrin. Ndërkohë sot çfarë ndodh në diasporë dhe përtej Shqipërisë? Të ndjen këtë gjë? Duan i thonë shikuesve, mos shikoni vegime dhe profetëve, mos na thoni, mos na profetizoni gjëra të vërteta. Nëse fryma flet diçka të vërtetë dhe morë një vegim të saktë, mos e sjell përpara pendimin nga shkelit e ligjit. Por më trego disa gjëra të këndshme dhe më profetizo disa gjëra, pasandaj që më çojnë në palishmëri. Dhe këtu është nga ana ironike. Gjëra të këndshme janë ato gudulisjet, më thuaj atë që unë do të dëgjoj. Më thuaj në këtë rast bekimet, hirin, dashurinë vetëm dhe pasandaj ajo mjafton për mua. Ndërkohë ato janë premtime boshe që nuk vinë në jetën e njeriut në këtë rast sepse nuk është penduar nga shkelit e ligjit, që të marrë të vërtetat, gjërat e këndshme, të mira, të drejta nga akti Jahue, sepse ka filluar në këtë rast çfarë të dëgjoj ligjin dhe largohesh nga rebelimi, largohesh nga gënjeshtra dhe largohesh nga profetizime mashtruese sot që i prekëm herën e fundit. Por ne këtu ja, si prekëm profetizime të tilla, gjë që vëllai e di shumë mirë që ka folur me mua përpara se të afrohej dikush nga Amerika. I foli dhe Satani merr ato gjëra. Dhe normal që ai mund të ketë folur dhe me të tjerët dhe pastaj një fjalë shkon në veshjen e dikujt. Në atë parë Satani merr vesh në jetën e një personi të tashme, çfarë dhe në të kaluarën çfarë ndodh dhe normal pastaj do fliten gjërat e tashme. Që shkolla e shërbesës e kishte folur në zemrën e tij 7-8 vjet më përpara. Ndërkohë ai profetizoi para sa ishte para 2 vjetësh. Para 2-3 vjetësh. Ndërkohë ato gjëra ishin folur më përpara, vite më përpara se tjetri të profetizonte disa gjëra që nuk ishin biblike. Nga fryma që nuk ishte, sepse një person që vazhdon të tundi kokën pa kontroll, mos ndoshta kështu profetizonin masandaj profetët, apo mesia kështu fliste masandaj pa kontroll të kokës. Në atë mënyrë, ndërkohë që thash që është njeri këtu në Kanada, në të njëjtën kohë, që ka të njëjtën gjë. Dhe e quan që po vjen fryma e shenjtë dhe nuk po më mban me, domethënë unë po bëj ca lëvizje të pa kontrolluara. Vërtet? Po ku i kemi parë këto gjëra? Ndodhi nga kraj kundërt. Ndoshta. Më lejo të ngarkoj diçka, domethënë të erdh diçka. Ja një moment sa ta gjej. Okej, e besoj se e gjeta. Okej, në rregull, le ta shikojmë së bashku. Sepse është pjesë e kontekstit që po flasim. Është pjesë e kontekstit që po flasim. E me qesë dhe masandaj le tjetë dhe pra audiencë, ndoshta në Amerikanë shikon, forse transport, le ta shikojmë së bashku. Ndërkohë ata që zbatojnë. Le ta shikojmë së bashku, ja më lejo të ta heq një moment që edhe audiencë masandaj të marri prej së vërtetës.
Okej, ja një moment. Se po flisim për profetizimin. Okej, le ta shikojmë për punën e profetizimit. Ky ishte mësimi që në Romakëve 11 që vëmë dhe profetizimi për kombin tonë. Për kombin tonë. Si që fola. Masandaj ju do të shikoni vetë, por ja dëgjojmë. Ndërkohë ata që zbatojnë kanë një zemër të përullur dhe do mbrohen atë ditë. Unë e di kush janë të mitë, thotë Jahve, po ju jeni larguar nga urdhrimet e ligjit tim. Prandaj pa udhësia ambulon vendin tuaj. Kush është i drejtë përpara meje? Kush mburret përpara meje? Ja, unë kam vendosur rrugën e drejtë. Biri tim foli, por ju nuk dëgjoni, siç nuk dëgjuan ata e trituaj. Ju kanë çuar në rrugë të gabuar. Prandaj pendohu, mos vazhdo të shkelësh ligjin tim, se zemërimi do mbuloj dhe unë. Por disa do shpëtohen, dhe ata do ndriçojnë në mbretërinë time. Ai. Thotë Jahve, ishte profetizimi live, sepse zbriti në këtë moment. Ai. Mund të vazhdoja, e lasha të moment sepse duhet të vazhdoni me mësimin, sepse isha e mbushur në atë moment, që doja të strukesha diku për gjën që foli. Gjën që foli. Gjën që ka folur në ekran. Dhe si mund të themi që morali u hoqë dhe unë do shkëputem, do shpëtohem, do marr jetën e përjetshme, duke të përullit e dheu që kanë ligjin e zemrën time, tha Ishaja 51. Ta që zbatojnë ligjin tim, ndoshta do jenë të mbrojtur në ditën e zemërimit. Vëlla motë shqiptar, kanë ndërgjegjësim sot neve për gjëra që po praktikojmë. Ndërkohë Sefenia 1 dhe 2 flasin për gjykimin që akoma nuk ka ardhur. Ditën e Jahve, ditën e zemërimit të tia. Dhe që është, sepse si në kohët e Jeremia, kemi të njëjtën situatë. Si në kohët e Jeshaja, që ti në të rast do po shikon ekran, kemi duam profetizime mashtruese, jo të vërtetën, mos më fol për ligjin e Zotit Jahve. Tu mund të jemi mbrojtur në atë ditë duke praktikuar, jo, mos më fol për ato gjëra. Ke në një shenjë në mrekulli, më fol çik për atë njeriu i Zotit profetizon mbi mua, atë që unë do të dëgjoj. Leri këto, çan këto ligje, këto si bente tjetra në Elbasan, mos andaj tha, unë do të dëgjoj, tha, ligjërata, tha, tende, tha, ti në rregull, tha mua, ligjëratat e mia, të kujt janë këto ligjërata? Shkojnë çik në ekran, ndoshta ti po e dëgjon në Elbasan. U shqetësua që e quajtë mos andaj Muhamedin e quajtën pedofil. Po ishte normal të shkosh me një vajzë që ishte 9 vjeçe që konsumoi martesën, thotë libri i tyre, kur ajo ishte 9 vjeçe, të duket një gjë, jo tha, ti mos e thuaj atë fjalën pedofil, tha, do ta thuash në një mënyrë tjetër, domethënë. Po që do mbrosh ti, do mbrosh Muhamedin, apo do shkosh kundra palishmërisë dhe një lloj immoraliteti të tillë. Se normal që frymërat godasin ata që flasin të vërtetën. Dhe nuk e di me kë është, je me ata apo se janë kudo sot, por nuk janë të tërbashkë. Normal që janë të tërbashkë, siç e dimë. Janë një tani, feja paqes është një në Shqipëri. Ndërkohë, u folën disa profetizime të vërteta. Sepse po ta shikosh, lavdimi tënd, sepse, okej, le ta lëmë një këtë moment. Ti e shikon ekran,
që ke profetizimin, të vërtetën, profetizimin, që është e lidhur lart pak me ligjin, apo jo? Koj pak. Dhe është e lidhur biles me frymën e shenjtë, sepse pak më përpara foli ata që shkelin ligjin nuk kanë në frymën time, thot, bende aleanca dhe mbledhje, thot, dhe miqësira, thot, masandaj, asamblet e tyre, që thot janë pa frymën time, duke shkelur ligjin, thot, me një. Ndërkohë kemi atin Yahweh, ka frymën e tia, ka ligjin e tia, ka ligjin e tia, ja ti vimendja kompjuterit. Ka ligjin e tia, ka të vërtetën dhe profetizimin që ndodh ti e di nga fryma e shenjtë. Ka dhe profetet e tia. Ka profetet e tia ishin ligjin. Ishin ligjin. Profetet e tia ishin ligjin. Okej, me njerë neve mësa në shikojmë një person që kishte ligjin në zemrën e tia, së që pama, ishte apostulli që kishte ligjin në zemrën e tia, Makve 7:22, por ja një moment të shikojmë një tjetër profet. Okej, profeti Ezra. Profeti Ezra restaurovi zemrat e popullit. Dhe si ndodhi rilindja? Si ndodhi ajo rilindja madhe mbas Babilonisë? Mbas gjykimit që ishte që ati qovi në Babiloni për shkak të mos mbatimit të ligjit në atë parë. Për 70 vjet nuk e praktikuan ligjin, 70 vjet shkuan në kaptivitet. Tashi, ishte një profeti tia, apo jo, ti do t'i e shikon në ekran që profeti tia kishte kushtuar jetën e tia, në këtë rast dhe në zemrën e tia, kishte kushtuar me gjithë zemër që ta studionte ligjin e Yahweh, ta zbatonte në praktikë për veten e tia, dhe masandaj ta mësonte në Izrael. Gjatë që kjo është Marku 3:13, 13, të dyja vargjet. Dhe apostujt shkuan në malin që Mesia i thiri, të qëndronin me të, që masandaj qarë, do mësonin, do studionin ligjin e Zotit Yahweh, që Mesia i kishte dhe me anë të tij gjykovi popullin, kur erdhi tha, pendohuni, tha, nga shkretet e ligjit. Marku 1:15. Që masandaj ata vetë apostujt ta zbatonin në praktikë, siç Mesia praktikovi dhe zbatovi, pa qenë panjolla, siç e dimë, para Pietrit, e tha hapurazi, dhe mësoi Mesia Yeshua, mësonte farisejtë për shkeljet e ligjit. Dhe normali ata dhe atyre dhe apostujt mësuan masandaj më vonë. Tani, profetet e vërtetë kanë ligjin, sepse janë të tijet. Profetet e vërtetë nuk janë gënjeshtarë. Tani, o je gënjeshtar o ke ligjin, njerën, o je rebel o ke zbatimin e ligjit. O ke ligjin dhe profetizon, ose masandaj flet gjëra të këndshme, masandaj flet gjëra të hishme, të joshje, ndërkohë ato janë mashtruese. Ti shikon në jeshile si është e lidhur situata. Ke ligjin, të vërtetën, profetizimet, dhe masandaj vegime normal, që vegime normal të janë vegime se harruam, vegimet e vërteta, dhe profetët, apostujt, mësues, parinj, ungjilltarët kanë. Tani, shikoj pak situatën që ndodh me kur një person largohet nga ligji, nuk duan të dëgjojnë ligjin. Dhe ky është konteksti këtu që kam analizuar. Persona që nuk duan të dëgjojnë të zbatojnë ligjin, janë në rebelim kundra Atit, janë gënjeshtar, thot, dhe në këtë rast janë mashtruar, thot. Ndërkohë, zyra e Efezianëve 4:11 e ke në të jeshile, kanë ligjin, nuk më katojnë. E kishin, Titi 1, ta thotë, vargu 7, panjolla pa të meta, shpëtori i tia, i shtëpisë Zotit Yahweh. Duhet jetë panjolla pa të meta, siç janë edhe ndihmës pastor dhjakët mësandaj. Me çfarë? Do ta bëjnë me ligjin, do kundërshtojnë ata që do sillin mashtrime.
Ndërkohë, ka një vëlla një motër në Shqipëri që praktikon ligjin? Në Shqipëri flas, sepse jashtë e di që ka. Në Shqipëri, zbaton Levitiku 23, Levitiku 11, në jetën tende për të mos mëkatuar, që janë bazat. Në qoftë se je i fshehur akoma, fol, më kontakto. Shikoje pak të lutem për secilin prej nesh që ka ndërmarrë masandaj shumë struktura dhe ti mi dalë dhe okay, si është e lidhur? Si është e lidhur? Profetizimi i vërtetë, vegimet është e lidhur me ligjin. Kur masandaj nuk duan të dëgjojnë ligjin, fillojnë gjërat mashtruese, gënjeshtare, rebelimet, blasfemimet, meriti, emrat. Ato pika. Vazhdojmë. Shelomoni. Urtësia Shelomoni. Duaj drejtsinë, zbatimin e ligjit. Romakëve 2:13 e prekëm që në fillim. Por për audiencën sepse varet të ndoshta por që të kesh ti mirë funksionimin në Jakur. Ku e marrim vargun për të ditur çfarë në këtë rast më fal. Ti vi pak mendja kompjuterit se është ngarkuar për momentin. Ja, më falësh, derisa t'i bëj rifreskimin e një mendje të shëndoshë, që ne dim nga ana biblike ndodh me anë të zbatimit të ligjit. Okej. Ja, do më falësh në moment. Okej. E dimë që, siç thamë, jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë, po janë të drejtë kush? Janë të drejtë ata që zbatojnë ligjin. Na të didorin gjallen sepse nuk mëkatojnë. Tani, duaje zbatimin e i drejtësisë. Ndërkohë ati për ta marrë një varg akoma më fuqishëm, në Jeshaja 51, foli hapurazi për të thënë çfarë është zbatimi i drejtësisë. Dhe tha zbatimin. Ju tha që në çfarë? Njihni drejtsinë. Që ai person që njeh drejtsinë, ne dimë që ka në zemër ligjin e tij. Jo një të tillë që dolën përpara, por ka në zemër ligjin e tij. Okej, ja po e vëm këtuja. Hiqim ato vijat që më dalin. Okej. Ju që njihni drejtsinë dhe ti e shikon kontekstin. Ju që njihni drejtsinë, keni në zemër ligjin tim, thot. Okej. Tani, duaj e ke ligjin, thot, praktikën e ligjit. Por sundimtarët e tokës nuk e bën, thot, dhe thot, duaj, thot, drejtsinë o sundimtarët të tokës, mendoj për Jahuen me drejtësi, me ligjin, thot, që një mbret, një pushtetar, në këtë rast, që ati jepte kishte ligjin, një kopje të ligjit, ta mante mbreti, kryeministri, presidenti, një kopje për veten e tij, ta mësonte për veten e tij. Jo që bënin në tempull ishin detyrat e kryepriftit dhe të priftërinjve ishte gjë tjetër. Mbreti kishte një kopje për veten e tij sepse duhet të drejtonte popullin me drejtësi në ligjin e atit. Kërkoj atë me sinqeritet zemre. Me njërë, sinqeriteti i zemrës është e lidhur me ecje në drejtësi që përben zbatimin e ligjit. Sefenia 2:3, zemra e sinqerte për ulur zbaton ligjin. Dhe mbrohet në atë ditën e zemërimit, që ndodh akoma zemërimet që i shikojmë sot për rreth. Me këtu është
urtësia e Solomonit, më fal, jo Isaia që mos keq kuptohet. Sepse ai gjendet, ati Jahve gjendet nga ata që nuk e vënë në provë dhe u shfaqet atyre që nuk tregojnë mosbesim ndaj tij. Tyre u shfaqet. Ndërkohë, unë nuk largohem dot nga fjalët e urta 2 ishte. Fjalët e urta 2. Engjëlli i Jahve qëndron pranë atyre që kanë frikë, që zbatojnë ligjin dhe i çliron. Fjalët e urta 2. Ndërkohë ati Jahve mban vargu 7, mban rezervë për njerëzit e drejtë. Një ndihmë të fuqishme prap Solomoni. Po flet fjalët e urta. Dhe thoshte është një mburojë për ata që ecin me ndershmëri, që ecin në shtigjet e drejtësisë për të ruajtur rrugën e shenjtorëve, thotë të tij. Ndërkohë këtu nuk ishte akoma besimit të re. Sepse është një njëjti moral. Se feni aty të njëjtin gjë, mbrojtjen. Ata që ecin në ligjin janë të drejtë, ju vjen një ndihmë e fuqishme. Nuk di nga ai vargu që ishte që engjëlli i rrethonte. Engjëlli Jahve i rrethonte. Një të që pak. O në 34, më falë, lavtiratit. Asim në meni firma. Psalmi 34. Po leta edhim këta fillimisht. Leta edhim këta një. Prapë është njëti person. Urtësia, frymës shenjtë. Fjalët e urta 2. Vargu. Pra dhe 8. Ai mban rezervë. Tani, mban rezervë, pa rezervën, po kujt ja jep? Për kë grup personash? Për njerëzit e drejtë. Kush janë njerëzit e drejtë? Njerëzit e drejtë janë ata që zbatojnë ligjin. Ata e njohin drejtsinë, sepse kanë ligjin në zemrat e tyre. Ja ku e ke postu. Dhe nuk dhe ta dim për fyrit e renda akuzime që bëhen. As na shqetëson minimalisht, sepse i dimë ku t'jemi, t'jemi në zemër ligjin e tija, të krijuesi i qiellit tokës, që shikon, heton çdo gjë në detaje në jetën e një personi. Ndërkohë, po të mbash ligjin, je i mbrojtur, dhe në këtë rast ecën në rrugën e mirë të ngushtë, dhe ati të ruan, sepse ti po zbaton ligjin e tij të shpërblen, dhe për gjërat të tjera po të shpërblen nga këto gjërat primare. Okej. Psalmi 34 të vazhdojmë. Po mundojmë ta zbërthejmë. Jati i Solomonit tha diçka përpara tij. Përpara se të vinte Solomoni. Vargu 7. E dim, prap, në fjalët e urta 2 që neve kemi në ekran, këtuja, vargun, në fjalët e urta 2, foli për vargun 1 deri në 5 për të marrë frikën e Zotit Jahve. Të marrë frikën e Zotit Jahve që vjen, thot, duke pranuar urdhrimet e atij ligjit. Merë kuptueshmërinë, thot, ngulmon, e çmuan ligjin, thot, si bebja në këtë rast e syve tan, thot, e konsideron si një thesar të çmuar. Psalmi 4 vargu 7, të duket një gjë pakët,
Unë e kam vlla, po e keme çfarë? Duke shkelur ligjin? Duke shkelur ligjin, që ka engjëlli Yahweh për rreth teje? Jo, ka engjëll të tjerë që janë këtë errësirës, po janë ata, janë për rreth, atë nuk e vëm dyshim. Ja që ti çliron veten tënde me anë të pendimit nga shkeljet e ligjit. Dhe engjëlli Yahweh në atë moment fillon të zerë vend rreth jetës tënde dhe të çliron kur ke nevojë për çlirim. Por thotë rreth atyre, jo rreth të tërve. Ashtë rreth atyre që kanë frikë për Yahweh, që zbatojnë ligjin.